Kushdo që mund të ketë vënë bast se javët e fundit të Bigu do jenë të mërzitshme, këtë bast e ka humbur. Kjo, jo sepse po ka dinamika brenda shumë të forta, apo i jashtëpishmërive, por për shkak të palarave nga jashtë që po i dalin atyre brenda. Arsye që mund të fshihen pas daljes së parë të Eglit, lidhja e saj dashurisë, identiteti i dashurit, akuzat e Valbonës për Gertën. Të gjitha, një për një, në intervistë bomb me opinionistin Elton Tozaj, të cilit koha i ja dëshmoi 3 gjëra. Gjesti nuk doli, Egli e pranoi Ledionit që është lutur të futet në Big dhe eliminimi i 2 fisht, të treja në shenjë nga java e shkuar. Angel, do të them një sekret. Në Top Albania Radio, ku unë jam pothuajse gjithmonë, unë quhem Nostradamus i Big Brotherit. Nuk e di pse ma kam vënë kënof mbasi nga që ngjej fituesit për herë, po kam përshtypjen që godas gjithmonë sepse që ta analizosh një lojë duhet ta shikosh. Dhe kur e shikon duhet ta analizosh çdo banor fije për pe, si karaktere. Nuk mund të flasim kështu kot në ajër. Tashmë gara sipas Eltonit po bëhet më e qartë. Me që data zbulohet sot, unë po ta them ty të parin, edhe 3 javë Big Brother ka. Ke eliminimet sot, mund të jetë 1 ose 2, thuhet që janë 2, është e sigurt që ke 3 në gjysmën finale dhe ke 5 finalistët që kam përshtypjen Egli nuk ma merr mendje të shkojnë deri në finale. Besoj se Danja do jetë aq e fortë në popularitet, Egli i ka rënë populariteti shumë. Gjesti në vjen keq që i ka rënë populariteti shumë për shkak të lojës së tij që doj, që ti jemi realist. Unë e di që shqiptarët e Kosovës e duan shumë faktin që ta fitojë një shqiptar i Kosovës Big Brotherin. E kuptoj këtë pjesën, po sulmohemi për ditë pse po e kritikojnë Gjestin. Po nuk fitohet loja kështu. Njeriu duhet të shfaqet 360 gradë. Në Tiranë tani ka dalë një shprehje që është kthyer rëndom, mos hajde në përshpim me brek si Gjesti në Big Brother. Është është kthyer populariteti në anën e kundërt, nëse deri dje ishin të gjithë njerëzit që donin Gjestin se bënin kishte këtë humorin e shakane se mënyra si i ngacmonte. Unë kam qenë ai i pari që kam thënë që Gjesti që nga varrhimsi i këtyre banorëve brenda Big Brotherit, ka shti loja i ka dalë jashtë fokusit dhe për më tepër me atë që ka bërë dje, që ka mohuar dhe pjesën e lidhjes 5 vjeçare me atë person që ka folur kaq shumë për atë, se sado që ti mund të gënjesh për një person. 160 ditë nuk mund të flasësh për ditë për të njëjtin emër. Djelza, dhe sot del që djelza s'janë ka fare. Domethënë ti ka ardhur koha se mbas duhet të sqarosh se ka ke gënjur cili publik të Kosovës apo të Shqipërisë. Shumë akuza i vijnë që mbron Rozanën për shkak të miqësisë me të. Komenti? Jo. Ja pra, kjo është një gjë që njerëzit ma keq kuptojnë gjithmonë. Nuk është fakti që unë jam, madje më akuzojnë që unë jam dhe ai që mbaj Instagramin e Rozanës. Nuk kam pikën e lidhjes. Rozana e kam i kesh, është e vërtet. Pres patjetër që tjetë në finale, sepse e di kush është, di mënyrën se si luan, e di 360 gradën e saj, e vetëm me lojtare që për momentin, se 3 javë nuk janë pak, 3 javë të ke mundësi që të kthesh botën përmbys. Ti me 1 ditë, ti me 1 minutë, me një fjalë të thënë në vendin e dur, në momentin e dur, botën mund ta kthesh përmbys. Kështu që për momentin deri tani, për mendimin tim, në vend të parë është Rozana dhe vendi i dytë është shumë i fortë midis Gjestit dhe Laertit. Të ndalemi pak tek lidhja e Eglit. Këto fotografi dëshmojnë se ajo ka qenë një raport në fund të verës së shkuar me Mario Oldashin, diçka që se ka përmendur, duke u fokusuar veç tek Olsi Byliku, eksi i famshëm. Ne të dy faktikisht e kemi konsumuar pak, unë ta kam dhënë një gjysmë lajmi, një gjysmë sekreti ta kam thënë që shiko, nuk është Egli kaq e pastër dhe kaq ëngjëll sa po na shfaqet. Nuk është çështje i dinjitetit këtu është çështje hakmarrje. Egli po është e vërtet, pas ndarjes nga Olsi ka pasur dhe një marrëdhënie tjetër. Nëse vazhdon apo jo, kjo ngelet për tu parë, por di që Egli
Big Brother, kur e ka dorëzuar ai djalë. Unë e kam të konfirmuar, unë e kam ditur për herë, ajo që mua më ka bërë përshtypje ka qenë fakti që si Egli arriti pastaj të ra në dashuri. Fakti që ajo nuk pëlqente zomin, jo vetëm ajo, po mënyra si e refuzonte, ishte shumë e qartë që ajo kishte diçka jashtë. I bie që ajo ka qenë e lidhur me të deri në 10 orë, ajo është një instruktor palestre, Egli është një instruktore palestre tashmë, kolekt pune që janë të dashuruar dhe it's okay, është fair deri aty. Pastaj të tjera çfarë ka ndodhur mbrapa, këto janë gjërat që mua nuk më pëlqejnë dhe kjo është ajo që unë e quaj loje pisët. Sepse tashti po del në pa një tjetër gjë që ti bie që viktima me rregull të rreshtë tjetë gjesti. A mund të ketë qenë gjithçka që kemi parë në Big Brother me marrëveshje mes Eglit dhe Marios? Po, kanë bërë marrëveshje dhe madje kur kanë dalë pastaj janë dalë realisht, sepse ajo marrëveshje ka rënë poshtë. Ke Aldon, që jo më larg se para 2 ditësh, është ish gruaja, i ka thënë vazhdo flirto, se të paktën ti nuk ofendon, kështu që jepi. Marrëveshjet ty janë më se normale, ti mund ta bësh thot ajo për sa kohë është në kuadër të lojës. Mirë po, se sa ngel pastaj në kuadër të lojës, kjo ngelet për të parë. Unë doja të dëgjoj. Unë doja të shtoja disa gjëra. Për mendimin tim, kam përshtypjen ka ardhur koha që po dalin lakrat, themin edhe këtë, ja? Po dalin të tëra këto pislëqet që kanë ndodhur ose që kanë dashur të ndodhin apo që kanë krijuar atë lloj strategjie. Po të marr, Eglit po i del i dashur jashtë. Pikërisht tek lidhjet jashtë, Eltoni e sheh gabimin e ri të Gjesit në lojë që mund t'i kushtoj. Gjesti ka një tjetër gabim që jo më larg se dje, ka reaguar dhe ka thënë që diellza nuk ekziston. Është një shpikje e imja. Mirë, po çfarë ndodh? Ajo që mua te kjo gjë më preku ishte fakti që ky djalë ku po gënjen? Po gënjen 3 milion shqiptar në Shqipëri apo 1 milion e gjysmë shqiptar në Kosovë. Sepse nëse ti shikon linjën e jetës së Gjestit në Big Brother VIP Kosova, pjesa më e madhe e linjës së jetës së Gjestit i dedikohet djellzës. I dedikohet vajzës që ai e ka kishtrejtuar, vajzës që ai i ka bërë keq, që nuk u soll kurrë dhe që mezi priste të dilte jashtë dhe ti tregonte me vërtet çfarë ishte dashuria dhe si duhet ishte sjellur ai për herë me të. Mirë po, çfarë po ndodh? Po ndodh që tani në Shqipëri Gjesti po thotë që diellza nuk ekziston. Diellza është thjesht një shpikje e imja, që shumë shpejt edhe kjo ka për të rënë, sepse ka nuk thonë gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra, do fillojnë dhe do thonë që shiko, unë thjesht i kam ndruar emrin. Kështu që edhe ky është një bazë që po ta vë ty, që shikoj po s'ndodhi dhe kjo. Gjesti mund ta mohoj diellzën tani, por dikur fliste hapur për të si raport Ilen Peng. A e nxjerr kjo më të sinqert se Eglin? Absolutisht. Pavarësisht se ai e ka quajtur lidhje të mbyllur, mirë po, se sa është e vërtet, tani ka ardhur koha që neve këto gjëra ti marrim vesh nëse janë të vërteta apo jo. Vjen shumë keq që po krahasohet, vazhdojnë këto krahasimet, jo po dhe Luizi gënjeu, jo po Luizi gënjeu, po kërkoi falje pastaj, dhe nuk gënjeu 160 ditë. Gënjeu 2 ditë, okay, ishte një lloj skemi që ai kishte ndërtuar, i doli situata pa nga dora, po njerëzit e pranuan dhe e donin për shkak të asaj që ai bëri më pas, për shkak të ai që tha më fal. Ndërkohë këtu kemi tjetër gjë, këtu po mohohet një histori 5 vjeçare, e cila u shit për 90 ditë në Kosovë, u shit dhe për 60 të tjera në Shqipëri, dhe papritmas ndodh që kjo vajza nuk ekzistoka. Po ti përse po e thua pikërisht sot që jo më larg se para 3 ditësh ti pate vizitën e prindërve, ku mamaja jote nuk të tha gjysmë fjalë në publik për Eglin, por ama të tha në vesh, kujdes, mbaje Eglin. Dhe mos të harrojmë, po flasim për Eglin, vajza e cila përflitet që ka dashur të konsumojë një dozë goxha të madhe ilaçesh brenda shtëpisë. Janë disa lajme aq kontradiktore saqë nuk po merret vesh. Në Tiranë po qarkullojnë disa versione të rënditëse për daljen e Eglit, paqka se e vërteta nuk mund të thuhet ende. Sepse në Tiranë qarkullojnë 2 lajme për Eglit Takon.
Njëra që ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit për ta abortuar dhe pastaj është rikthyer, dhe njëra sepse ka dashur që të konsumojë dozën e tërë të qetësuesve që ajo pi, sepse ajo trajtohet atje me qetësues, për t'i dhënë fund jetës. Mirë po ndërkohë është dhe një lajm tjetër i tretë që Egli ka një marrëdhënie jashtë, që ja dim të tërë këtë, paktën, deri në momentin që ka hyrë brenda në shtëpi. Në të lodhësh me karakterin dhe me jetën e një femre, nëse janë të vërtetë ato, është shumë e shëmtuar. Egli nuk ka qenë mbyllur në ditë, Egli ka qenë në dërmim, Egli ka qenë në Top Channel, Egli ka qenë në për Top Albania Radio. Vetëm unë e kam hasur Eglin 2 herë dhe një herë që e hasa ishte kur po i lutesh e produksionit më rifusni edhe një herë brenda. Nuk ka qenë mbyllur Egli. Egli ka jetuar jetën, i ka bërë të tëra gjëra çfarë ka pasur nevojë për të bërë, ka parë çdo lloj gjëje të mundshme, ka studiuar dhe ku duhet të godiste, studioi dhe ku duhet dhe çfarë duhet bënte me gjestin, dhe kam përshtypjen se Egli do ketë një marrëdhënie goxha të mirë edhe me Xhenetën tani. Se unë po shikoj Egli që po sillet një lloj si Xheneta, asnjë ndryshim. Më thuaj një ndryshim të vetëm që Egli ka sot me Xhenetën. Një. Përse po sillet Egli si Xheneta, për akmarrje apo për ta fituar gjestin? Ajo mund t'i shfrytëzoj që të dyja, e bën për të akmarrë që ta bëj gjestin që të dashurohet me atë. Të gjithë e dim, sa më indiferent jesh, aq më shumë tjetri të do. Kështu që mund ta ketë edhe një si lloj strategjie, por që prapë unë kam një pikë pyetje shumë të madhe. Kam përshtypjen se Egli Tako vazhdon dashuron Olci Byllykun, që shumë shpejt do jetë banor në një reality tjetër. Biku duket se do vazhdoj për Eglin edhe jashtë, tash fol Olci Byllykut, të cilin e pret Therma VIP. Egli për famë, për në familjen jashtë, por lë shëndetin e vetë më dorë, llogarit tani kur të marrë vesh, kur të dali, që Olci Byllyku është futur në Therma VIP. Egli ka për të qenë cheerleader, ka për të qenë ajo vajza që ka për të bërë tifon më të madhe për Olci Byllykun, dhe ta them dhe këtë tjetrën që do shitet si vajza që shiko, me vërtet me mund të kemi pasur një lidhje, por ai e meriton si njeri që ta mbështes. Deri te sezoni 5 të Ltonive Bast, disa emra që do shfrytëzojnë çdo moment. Absolutisht, derisa të fillojë të përflitet për banorët e pesës, këto do ta vazhdojnë Big Brotherin e tyre, sidomos Egli Tako dhe Gerta Gixhari, motra e Olta Gixharit, që pas ka qenë më e keqe se sa Olta Gixhari në kontra. Kurimit e Gerta po përflitet ende me të madhe akuze Valbonës sa ishte brenda për rolin e tutores. Komenti përmbyllës? Të të them diçka, dhe këtë e them nuk kam asnjë, sepse kam qelluar vetë me qindra herë në për këtë situata. Gazetarë të ndryshëm, vajza, gra, më tepër gra janë këto që janë pak më të mëdha në moshë. Në për evente të ndryshme, u ka dhe biznesmen. Këto gjithmonë kanë me vete kolegët e tyre, që dikush mund t'jetë Valbona, mund t'jetë Egli, mund t'jetë Rozana, nuk ka rëndësi, po që janë më të reja se sa. Historikisht, rëndon, sidomos në Tiranë, që biznesmeni i thotë, çfarë kërkon ti nga mua, vetëm ma rregullon mua atë sonte. Dhe unë mendoj që është e vërtet që ajo që ka thënë Valbona. Që ajo ka dashur ta prezantoj me një biznesmen aty, sepse e kam qelluar vetë në përvende të tjera ku i kam hasur rëndom këto gjëra që ndodhin.